Mirëmëngjes të gjithë dhe ja ku jemi së bashku me Albanën sot në Rrezë Dielli për të gatuar dhe për të sjellë tek ju tema shumë interesante. Na ndiqni deri në fund të programit. Mirëmëngjes Albana, si të kanë ty si je? Mirë. Se na kanë pyetur shumë për gripin tënd, për mungesën tënde, megjithatë mendoj që ndonjë çik me byrekun. Si mendon? Si mos të ndjekun ty? Nuk ka shanse që mos të ndjek çfarë ti bën. E para gjë jashtë kamerave që unë e dua fort. Dhe e dyta është je njeriu i krahut që punojmë bashkë. Jemi mirë me shëndet. Po mirë jam. Mirë jam. Janë këto griprat virozat që kanë prekur shumë e shumë të rritur, të vegjël, edhe po kalohet një valë gjërë virozash, një prej të tillave edhe Albana. Tani të ndihesh më mirë, shpresojmë që të kemi fuqishëm e të sjellim receta të shijshme për ne edhe për publikun ton gjithashtu. Çfarë gatuajmë sot? Sot gatuajmë role pule me prosciutto. Role pule me prosciutto. Rolet janë të vogla, sa për të mësuar anvisat e dindas nuk e diskutoj fare, por ja që mua më lind për detyrë ta them. Pra, rolet e vogla quhen involtini. Edhe më saktë kjo recetë quhet involtini. Involtini me prosciutto. Po, kur është prosciutta nuk vendosim edhe një copë gjethe lakre? Po vendosim patjetër. E mirat mirave është që të vendosni atë lakrën kaçurele, e mirat mirave. Pra që të jenë lakra të forta. Unë sot kam vendosur sallatën jeshile. Po. Pra, kjo që mua më duhet, prosciutta, gjokset e pulës, kripa, piperi, pak spec i kuq pluhur, patjetër vaj ullirit. Ku shkojmë ne pa vajin e ullirit? Pa vajin e ullirit që është një vaj aq i mirë që ne e kuptojmë nga ngjyra. Në momentin që do ta përdorë na shikojmë. Pra, është paketimi në qelç. Çdo produkt në konat në fakt e ka merak. E mirat mirave çfarë është? E mirat mirave është që dëndësia, ngjyra, të gjitha këto luajnë një rol shumë të rëndësishëm tek vaji. Patjetër që kam edhe djathin grana, parmigiano që jep atë shijen, ekstra shijen e veçantë. Të fillojmë me produktin. Dhe le të shikojmë pastaj edhe recetën tonë në ekran, duke na shoqëruar si gjithmonë regjia me produktet e duhura që kemi zgjedhur në dyqanet tona. Të ndihmoj unë sepse janë çdo paketim në fakt që ne marrim aty. Është një amballazhim shumë cilësor që bëhet i sigurt gjithmonë kur marrim edhe produktet e djathit, sidomos na i grin aty te stafi, i grin të gjitha në çast, në moment. Këtë herë për shkak të gripit kemi shkuar, ne kemi zgjedhur ne të stafin pjesa tjetër kolegët tanë për të zgjedhur produktet e recetave të Albanës që do të gatuante sot dhe sigurisht unë do bëj 4 sot. Jemi informuar në lidhje me gjithçka që konat sjell si risi në treg, në çdo dyqan këtu në Shqipëri, por gjithashtu për kujdesin special që i kushtohet patjetër çdo edhe 100. Unë ju falenderoj ashtmase. Dhe një kompozim kaq të bukur nga Speaking Roses. Ka qenë një arsye ngjyrat kaq të bukura që unë të vija këtu. Sepse doja që ditën time të ditëlindjes ta festoja bashkë me ju. Është ngritur nga krevati për të ardhur në ditëlindje, prandaj ka ardhur sot, se mos na mungon prap nesër. Faleminderit, shumë faleminderit. Por këto janë për ty,
që të na bëjnë edhe fotot respektive regjia, edhe të uroj lumturi, shëndet mbi të gjitha, edhe qofsh gjatë në ekran për të sjellë tek anvisat atë që ti di të bësh më mirë. Punën tënde, gatimet, recetat, buzëqeshje dhe energjinë pozitive. Është kënaqësia ime që vërtet punoj me ju, me një staf shumë të mirë. Faleminderit. Faleminderit ty Albana. Ma fokusoni pak sa e bukur, të pëlqen? Shumë. Torta. Shumë. Janë të gjitha të ngrënshme, kuptohet. Më bukur se kaq nuk ka. Nëse mua do më pyesnin çfarë është bukuria, unë do thosha kjo. Kjo e gjitha që po ndodh. Po s'kemi mbaruar akoma. Ajo se nuk duroj do të më surprizë ajo. Okej, merr frymë se kemi akoma, se një ditë e tillë nuk ikën kot një ditë e bukur ditëlindje, një ditë të gjithë e kemi patjetër një ditë të veçantë në vitin ton ku marrim dhurata, shkëmbejmë buzëqeshje, shkëmbejmë shumë dashuri. Edhe ti mezi e prisje, unë e di shumë mirë që edhe në komunikimet që kishim vazhdimisht mezi e prisje. Megjithatë të gjeti pak me grip, po më mirë që ta marrësh veten direkt tani me një herë. Për mua si Albana, ditëlindja shënon fillimin e vitit për mua. Dhe prandaj unë e dua. Dikush tjetër ka ardhur të uroj ty sot. Hajde Ina, hajde. Nuk ka ardhur vetë. Hajde Ina, vajza Albanës. Ta uroj mami, po tani me këtë gjendje. Grije pak, çfarë është kjo? Nga ne të dyja. Nga ju të dyja, kush është kjo? Mami gjithmonë ka pas qef që unë e vogël të luaja me kukla, dhe si kisha fort qef. Edhe kjo ka qenë kukla e parë që në ke blerë ka qenë 3 ose 4 vjeçe. Dhe ti e mban akoma. Edhe është e veshur Edhe është me fustanin e pagzimit të Inës. Emra ka patur të ndryshëm ndër vite, varej se si kishëm ke fazën. ndryshuar emra. Mirë, të falenderoj shumë. Edhe 100 hajrje. Fakt ishte dëshira e Inës që të surprizonte, sepse e di që këto ditë ka qenë pak e rënduar edhe donte që ta ndryshonte pak ditën tënde. Donë e kam pasur pa mas. Falenderoj Zotin që më ka dhënë një dhuratë kaq të mirë fëmijën tim. Mjafton që po qanë vetëm ti aq, bo. Mjafton një. Ta bëjmë edhe një të fundit. Niki që am ke bërë sot. Edhe një të fundit, po jo për nga rëndësia, sepse ajo është më kryesorja që ka zgjedhur të uroj sot në këtë mënyrë. Ndiqeni dhe juve. Mami, të uroj gëzuar datëlindjen. Shëndet të kesh dhe jetë të gjatë. Të uroj të gjitha të mirat në jetë, në punë dhe kudo. Jam 52 vjeç, nuk kim baj dot kaq emocionet ashtu. Ti më the jam 25. Unë e bëra gjithë. Mendova që gjitha mban 25 vjeçare. Të falenderoj, ju falenderoj gjithë si staf. Vërtet jam e mrekulluar dhe bekuar që punoj me ju. Ina, faleminderit për bashkëpunimin. Faleminderit që më më zgjuat herë. Mami dhe nënës tënde. Edhe ty ta tregoj në shtëpi. Faleminderit shumë. Flasim shtëpi. Na prit pas pak se do të ndajmë tortën. Edhe 100. Tani, ti përvishemi punës, je në gjendje apo të kalojmë në pak publicitet? Kalojmë publicitet pak. Okej, ta qetësojmë pak Albanën nga lotët, kthehemi pas publicitetit për të vazhduar me punën e recetave tona. Edhe e nisëm aty ku e lam tek receta jon, jemi rikthyer për të vazhduar dhe për të treguar edhe një listën e produkteve, si thua, jemi më mirë tani në formë për të gatuar dhe për sjell shije në kuzhinën tonë. Ta shohim pak recetën të shkruar së bashku për t'ja u përshkruar edhe një herë anvisave tona se çfarë jemi duke përgatitur sot me produktet që i gjejmë si gjithmonë në dyqanet Konad. Fileto pule, role e mbushur, 4-5 feta fileto pule, 100 gram prosciutto, 5-6 gjethe lakre, djath parmigiano, vaj ulliri, krip, piper i zi, piper i kuq. Filetot e pulës, sigurisht. Tani, japim edhe një finale, me që unë jam
në forte të shti. Pra e rahim pak fileton, derisa të jetë në Edhe lëm këtu momentin fazën që duhet për ta mbështjellë dhe e kriposim. E kriposim. Edhe piperin e zi ndoshta për ti. Patjetër që po. Të gjitha do t'i vendosim më pas në një Do tavë. pak piper më tepër, sepse i kuqi dhe i bardhi kanë pjekjen më të pakët, prandaj dhe do më fuqishëm. Sikurse do t'i shtoj tani kjo masa që mua më ra këtu. Do bashkohet me një tjetër dhe. Kalojnë erëzat nga një fileto tek tjetra. Kështu. Pra këtu e kemi të marinuar. Pra deri tani kemi marinuar fileton e pulës. Kërkoj një marinim tjetër shumë dhe një të masazhim, mirë, sikurse edhe pak vaj. Kur themi pak vaj, mua kjo mas më duhet për të gjitha. Prandaj dhe thash pak vaj. Pra duhet vetëm një produkt i freskët dhe pastaj shihen që do ta ketë nga vetë produkti. Ja fokusojmë dhe ja rrisim sigurisht edhe me mbushjen produktet e tjera. Kemi djathin, kemi proshutën. Ja, u hap e gjithë masa. Është piperi kuq i ëmbël, se mbas unë nuk e sqarova. Niki të lutem hap pak edhe proshutën. Proshuta shumë cilësore, shumë e mirë. Shumë cilësore dhe nga saporintorni, kuptohet nga ngjyra dhe nga shtresa e djamit që është kjo pjesa shtresë që është këtu. Kur është e tejdukshme, do të thotë që është shumë e freskët. Prandaj besoni cilësinë dhe rrokni shijen. Ja, dhe proshutën e kemi këtu gati. Do t'i kalojmë. Kanë pothuajse të njëjtën gjatësi, të njëjtën madhësi me fileton. Ndaj edhe nuk i mbledhim, po i shtrojmë. Ka të bëj. Edhe Konadi mbahet për disiplinën. Të them të drejtën, sot më mungon të ajo vajtja. E që një ka një busjeshe që gjithë kohës, çfarë dëshironi, t'japin sugjerime, pa tjetër që t'japin sugjerime. Unë këtu, do të vendos. E mirat mirave është... Salatës jeshile. Nuk do t'i vendos shumë. Nga një gjethe për çdo fileto. Po, Niki, edhe këtë nga që unë kam duart me vaj, po pa tjetër që dhe të t'i fshi. Parmigiano. Edhe këtë hapjen kështu shumë praktike, që sërish nëse ne na duhet për ta hapur nesër, në recetat e tjera, edhe ta mbyllim hermetikisht, është e tillë procesi. Të gjithë e dim tash. E mund ta mbyllim me këtë derisa të ndjejmë që është vendosur në kanalin përkatës dhe më pas e hapim sërish kështu. Shumë mirë. Mirë. Atëherë në grusht do t'i mbushësh tani me djathin parmigiano. Pra do t'i shtojmë filetove proshutën fillimisht, gjethen e lakrës jeshile dhe tani djathin parmigiano. Lakra sa më ashpër të jetë, aq më mirë është. I mbështjellim. Ja, proshuta nuk na duhet më, apo jo? Nga një mbështjellje mirë, nuk ka rrezik që ato mund të hapen, thjesht do t'i vendosim për t'u pjekur në furrë, dhe siç e ndoqët ishte një recetë shumë e shpejtë, shumë praktike, dhe që mund të realizohet edhe në momente kur ju nuk keni gatuar asnjë gjë në shtëpi, por thjesht bëni një kalim të shpejtë tek konat, merrni proshutën edhe fileton e pulës, djathin parmigiano, 2 gjethe sallatë jeshile për ta vendosur në mes për ta freskuar dhe për t'i dhënë ngjyra të bukura, dhe vendosini direkt në furrë në temperaturën Albana? Në 180 gradë, diku për 30 minuta. Dhe nëse ju nuk keni ide tjetër, që mos i shkoni vetëm këtë recetën e filetës, shumë mirë, në këtë tavë që kemi ne mund të shtojmë makarona, mund të shtojmë orizin, 1 me 2 dhe ja ku kemi drekën, një drekë të pasur. Një drekë e pasur me proteina, edhe shumë e shëndetshme dhe mbi të gjitha shumë e shijshme.
kështu si që janë, po i vendos në furr të piqen. Pra, shpesh ne themi gradacionin, po gradacionin varet edhe nga soba që ne kemi, që ju keni. Prandaj, në 180 gradë po, për minuta, për aq minuta sa ju e shikoni që është gati. Mirë, le të përgatisim tryezën, sërish kemi një shkëputje, janë këshillat tona të biznesit, do të rikthehemi me 2 recetat të tjera. 2 kemi apo jo? Pas publicitetit jemi sërish në kuzhinë. Ku jemi rikthyer pas publicitetit, sërish në kuzhinë me një tjetër recet dhe një recet që me sa duket është komplete e sezonit edhe që do të na shërbej shumë këto ditë të ftohta, apo jo Albana? Lakra. Lakër me perime. Lakra me perime, kombinuar sot ndryshe. Fëmijët e kanë të vështirë ta konsumojnë lakrën. Edhe kur flasim për fëmijë të mëdhenj, të vegjël e kanë të vështirë. Sidomos të mëdhenj e duam pak të jetë në tavë, por është në tavë është më e duhura. Që ti ke ajo aroma e lakrës, ne ndërfusim perimet e tjera. Nuk themi trik çfarë na duhet për të hequr, që vendosim sodën, ose mund të vendosim koren e bukës, absolutisht nga këto. Pra kanë vendosur me perime, që më duhet, po thuaj se 300 gram lakër, 300-400, sa doni ju, nuk është masa një karot, patate, speca, më pas më duhet kosi, qumshti, vezët, patjetër që kam qepën nuk këtu, dhe pa qepën nuk kam se ku të shkoj mas një vend, sepse po e shoh që dhe vaj është bërë dhe është bërë shumë. Po e vendosin që bëhet e para. Ja, mbaroj dhe kjo. Oniki, po të bëj një çaj Albana, ja po shiroj gingerin. Po të bëj një çaj, prandaj kam vendosur ujin aty. Jo të pashët diçka po bëje, por ja mora 2 feta ginger. 3-4 5-6, të doni ju, e do me shumë karafila? Gosht karafilash? Po. Ja, më tepër, të ndihet më shumë aroma dhe të thyet pak kjo e gingerit, nëse ti nuk e do. Kemi kanellë këtu pluhur dhe ca feta portokalli. Vendosja më mirë atë kanellën shkop. Po. Se u me problemin që kam pak, pluhuri më shqetëson pak, pluhuri. Pra, është një çaj që mund të përdoret nga e gjithë familja. Do të na shoqëroj këto ditë virozash, Albana, ti vendos fuzi uji? Po. I shtoj këtu tek ginger, kanellën do ta shtoj me shkop, Shton ginger ose patate? Portokallin, le të zjejnë bashk. Ja dhe një shkop kanelle. Dhe bëra për 2-3 gota. Sa më shumë çajra gjatë ditës, aq më shpejt luftojmë gripin, viroza, çajra të ndryshme, lëngje, për të pastruar organizmin dhe për të na ndihmuar për të luftuar virozat që qarkullojnë, gripi që qarkullon. Përmbledhim recetën, ndërkohë që zjen edhe çaji, skuqim qepën, pataten shtoj Albana për të zbutur aty. Edhe karotën unë do ta kaloj direkt në rende. Do ta grish në rende karotën, kemi dhe specat me 2 ngjyra, të kuqe dhe jeshile. Nga ana e trash, grim renden. Grim renden, them unë. Nga ana e trash e renden, grim karotën që të zjesa më shpejt. E ka fajin 52, që nuk e di. E kalove. Të dyja, janë numra shumë të bukur që të dyja, kanë moshën shumë të bukur që të dyja. Në njëra, kur sa ke filluar të ngjitesh në rrugën e gjatë të jetës, dhe tjetra mesi i moshës, kur ke gjithë shka dhe që e ke vënë pak në terezi, më tepër. Ja, këtu e kemi këtu. Edhe do ta kaloj këtu që mos të kemi dhe rëmuj. Pra një karot më duhet. Sa ne të marrim atë shijen? Sa ne të marrim shijen? Patatet i kemi prerë, kubik të vegjël, dhe pa tjetër e kalojmë një prerje me thik, si puna e majdanozit. Po, do majdanozit se ka marrë, po, as majdanozin, as koperin se pas ka marrë. Pa tjetër që duan dhe bimë aromatike, që ne t'i japim pak shije. Këtu do të vendos specat.
Lakra nuk na kërkon një gatim të shumt, minutazh të gjatë, sepse vetëm sa të bjerë volumi i lakrës. Prandaj ne vendosim të gjitha perimet dhe në fund fare është lakra. Dhe bëhet më transparente. Zbutet, merr dhe një ngjyrë pak më bezh në kafe, diçka e tillë dhe kur e zjem që e gatuaj me mish. Zbusim pak me krip. Me kripën. Atëre përse unë vetëm krip, duke qenë se përdor edhe koncentratin. Koncentratin që ka shumë perime. Po me erëza të rafinuara nga Polimar gjithmonë një ndim për gatimet e gjithsecilit prej jush, duke ju sjell një variant të gjerë produktesh nga kjo emër, Polimar, me majonezën e famshme, me mustardën, me ketchupin, me treshie, gjithashtu edhe me erëzat që sapo përmendëm, apo me perimet të cilat thahen dhe së bashku me erëzat e rafinuara japin ushqimeve dhe gatimeve tona ekstra shije dhe një ngjyrë shumë të bukur faktikisht, teksa e përdorim në gatime të ndryshme. Ka dhe vezë kjo recet? Po, këtu është e vezët. Kështemi dhe vezët, po. Përsërisim ndërkohë edhe të lexuar, sepse produktet kaluan njëra pas tjetrës, kemi dhe një pjesë të tyre qumshtin kosin të papërdorur, pra është një listë më e gjatë produktesh, lakër me perime në furr, pra receta do të përfundoj edhe në furr. Kemi 300 gram lakër e bardh, të cilin e kemi grirë njësoj si përgjell, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 qep, 2 patate, 1 karot, 3 speca jeshil, 1 spec i kuq, 1 lugë kafeje piper djegës, 3 kokra vezë, 1 got qumësht, 1 got kos, 3 lugë gjelle miell, 1 lugë çaj pluhur pjekës, 150 gram djath mix, majdanos, koper, krip, piper i zi. Kjo është lista me të gjitha produktet e gjellës tonë, gatimit tonë kryesor, drekës, që është pra lakra me perime në furr. Ku unë kam perimet, do të shtoj shtojmë edhe lakrën. Lakrën do të shtoj avash avash derisa të ulet volumi. Po. Nuk vendos ujë fare, sepse lëngjet që janë nga perimet, dihet që të zbusin edhe lakrën. Po. Me 2-3 lëvizje ne i arrim çfarë duam. Vezët i rahim. Vezët qumshin dhe kosin do ta kemi për në furr, për në tavë apo jo? Po, të sjellim edhe një tavë të vogël. Tu kam kosin. Pa tjetër edhe qumshtin. Dhe i kalojmë. Po, ja këtu do t'i shtojmë të gjitha, kemi dhe majdanozin e freskës së bashku me koperin, pra aty 3 kokra vezë, 1 got qumësh, 1 got kos, është e gjitha për të mbuluar perimet, kur t'i vendosim pasi të jenë zbutur në tavën tonë. Po zjena i çaj? Po, edhe këtu do të shtoj edhe miellin. Le të ftohet pak që ta pim. I shtojmë edhe mjaltin. Shtoj edhe pjesën tjetër. Pra e hedhi me 2-3 herë, sa të zbutet të ullet volumi. Unë do shtoj aq sa mua më duhet për tavën. Pra nuk shtojmë lëngje, për të vetëm në arsye sepse unë kam qumshtin, kosin e vezët. Dhe masa e lëngshme mua do më krijohet, patjetër duke i shtuar edhe miellin. Do krip shumë se lakra në vetvete është ëmbël, sikurse edhe speci. Pra speci, karota, lakra të treja janë të ëmbla. Patatja gjithashtu që do shumë krip? Patjetër, dhe jo më kot, unë bëra përzierjen me koncentratin e Polimar. Gjë që ne na ju mbeta të shijen, që ose unë do vendosja vetëm kripën, dije që do humbiste shija e kripës, do ishte vetëm me sheqer. Sheqeri do dominoj.
Pra ta kujtojmë edhe njërë ta përsërisim, shtuam fillimisht qepën në vaj, u ka urdisu zbut, shtuam patatet, karotën të cilën e grim në rende, jo të prerë në copza si që vepruam me patatet, shtuam gjithashtu specat dhe lakrën në mënyrë graduale. Fillimisht një pjesë, sa të ullet volumi shtojmë pjesën tjetër, derisa të jetë një masë e përbashkët dhe perimet me njëra tjetrën të lëshojnë aromat. Ja ku i largova të gjitha Do t'i këto, zbusim, po. sepse dua që të bëj masën, tu të shoj mielin. Në një tas shtuam kosin, qumshtin, vezët, edhe tani po shtojmë mielin. I trazojmë. Avash, ja. I trazojmë me njëra Do të tjetër, shtoj e kripën? kriposim. Nuk do presim më gjë, apo jo? Do pres majdanozin. Ona duhet për majdanozin, po. Specin e kuq. Të gjitha toni heq, nuk më duhet asgjë nga tryeza, përveç djathit. Përveç djathit. Të gjitha nga tryeza unë largojmë. Në vetëm majdanoz koper. Ja ku i kam këtu. Pra aty shtuam kripën edhe piperin e kuq. Piperin e zi gjithashtu. Do ta shtoj këtu. Mendova se të shtoje direkt në tavë. Ja. Përzjem pra masën e lëngësht me perime. Gjëra të kollajta. Ja, hop. I largoj. Kujdes se mos të dëshu. Thjesht do të afroj pak tavën, ku do të vendosim gjithë masën. Këtu e lë pak të rehatohet. Do të marr bimët aromatike. Unë sallave të pakan me produktet e Shumë tjera. lebër. Bimët aromatike kryesore të çdo gatimi, koper, majdanoz, të freskëta, i lajmë, i shplajmë Pra, gjithmonë një ndërthurje e të dyjave është akoma dhe më mirë. Pa. Nuk më duhen fare dhe bimët aromatike të tjera. Duam pak bollshëm që të ndjejmë shijen e bimëve aromatike. Pra shkojnë, të dyja shkojnë si majdanozi, ashtu si kurse dhe koperi. Po. Pa tjetër, për të pasur të higjen të duhur mua më ndihmon letra Rimed. Po, letra Rimed dhe jo vetëm letra, Që por është çdo e do produkt mëzdojshme në natyrezën tonë. nga produktet e kësaj kompanie, e cila ka shumë vite në Shqipëri, e themeluar këtu, operon jashtë me eksportimet e çdo produkti që nga letra aluminit, që nga letra e pjekjes, që tek stikadentët, tek qeset me zinxhir rrëshqitës, te letra e kuzhinës shumë përthithse dhe 100% celulozë e pastër, me qeset plastike që na mundësojnë vendosjen e produkteve në ngrirje dhe jo vetëm për t'i mbajtur ato sa më të freskëta, por mbi të gjitha edhe me gotat kemi në tryezën tonë, në këndin tonë të Rimed, kemi gotat plastike për kafe, për çaj, për cappuccino, për ujë, pra edhe ne këtu në studion tonë përdorim gotat Rimed, gotat plastike shumë cilësore, ka letre, 50 ka një paketim që unë sapo e hapa Albana dhe mund të vendosim çajin te këto gota. Sa po tëftohet pak, vendosim mjaltin. Tani, s'duam që ta pim të nxehtë, sepse dhe nuk rekomandohet të pijet aq shumë i nxehtë apo jo. Pra mund të jetë për cappuccino, për kafe, për ekspresin tuaj, e merrni me vete në zyrë, jeni rrugës, pini një çaj të ngrohtë, nisni ditën, dhe janë shumë praktike duke i mbajtur të tilla me vete. Ne të dyja me Albanën kemi zgjedhur këtë madhësi, janë të madhësive të ndryshme, si kundër e kemi edhe tek këndyn. Të jeni të sigurt që fëmijët tuaj, të gjithë pjesëtarët, po, pritshmëritë më të mëdha ne kemi nga fëmijët. Edhe kur themi fëmijët janë guri themeli që ne kemi vënë për gjatë jetës tonë. Po, marrim një lukë që ta nivelojmë pak, sepse kam mbetur perimet në mes. Një lëvizje e bëjmë kështu. Dhe kjo është tava. E kalojmë, ja. Që ka shumë perime. E kalojmë të këtu. Edhe djathi do ta shtojmë përsipër. Përsipër. Mund të shtoni djath pice, sepse është djath i butë.
Dhe kalojmë gjithmonë me anë të buxhetit, po se s'ka gjë, kalojmë këtë anash. nuk ju them të vendosni djathë në çedar, sepse janë djatra vërtet janë djatra të dëmshëm. Që kanë shumë yndyrë. Kanë shumë yndyrë. Okej, zgjidhni një djathë pak më të një djathë që të shkrihet, djathë i butë dhe që të shkrihet. po. Djathë i çedar më tepër është në pasta dhe në burgerat që fëmijët konsumojnë, por që nuk është e këshilluar. Fal profesionit që un kam, patjetër që mua më lind për detyrë të them edhe 2-3 këshilla. Pra një djathë të butë që mund të e përdorin anvisat vazhdimisht në tavat e tyre, kudo. Që djathë që shkrin dhe që krijon këtë krusmën e sipërme, këtë garniturën e sipërme, e cila do të mbajë të buta brenda perimet apo jo. Po edhe është shumë e shijshme sepse përthithet dhe lëngjet që kanë lëshuar perimet, por edhe masën që shtuam ne me kos, vezë edhe qumësht. E përsëris edhe një recetën e lexoj në ekran. Ne e përfunduam tashmë, ta vendosim për të pjekur. Dhe vendosim pasi të heqim edhe prosciuton. Po e lëm edhe pak mbi tavolinë Albana. Lakër me perime në furr, 300 gram lakër e bardh, 3 luggjelle vaj ulliri, 1 qep, 2 patate, 1 karot, 3 speca jeshil, 1 spec i kuq, 1 lugë kafeje piper djegës, 3 kokra vezë, 1 gotë qumësht, 1 gotë kos, 3 luggjelle miell, 1 lugë çaj pluhur pjekës, 150 gram djathë mix, djathë i butë për në fund fare, majdanos edhe koper, krip, piper i zi. Kjo është receta me gjithë produktet, besoj i keni shënuar, i keni fotografuar për t'i patur gati në ditën që ju do t'a përgatisni recetën. Kështu do t'jetë para pjekjes, ndërsa pas pjekjes, do t'keni mundësi t'a shihni edhe për gjatë YouTube-it, në rrjetet tona sociale, në Instagram edhe në Facebook. E vendosim tani Albana për të pjekur dhe kalojmë te receta tjetër. Unë po e tregoj sërish në ekran, kap shumë pak përbërës. Me thënë drejtë nuk e di se çfarë recete është, duhet të jetë tradicionale kam përshtypjen, kur kemi pak fare përbërës, jemi tek recetat e shpejta të traditës, por le ta shohim në ekran së bashku. Qull me miell mistri dhe me suxhuk. Për këtë recet kemi 2 luggjelle miell mistri, 1 gotë ujë të ftohtë, 200 ml pana, kemi suxhuk, kemi 1 lugë çaj krip. Pra, a dua shumë pak. Kam suxhukun e fiksit është më i duhuri. Është vërtet një gatim i mëngjeseve që dikur këtë do marrim? Këtë duash ti. Në rregull. Këtë duash ti. Që është pak pikant apo jo? Që i shkon dhe pak recetës nga produktet tona fiks që mund të konsumohet, kemi thënë edhe të trajtuar vazhdimisht në proces termik, por edhe kështu siç është i ftohtë. Sot ne kemi në rastin e qullit për ta gatuar dhe për ta bashkuar me të. Pra është aq recetë kollajt, por është recetë që është për ditët e ftohta. Për ditët e ftohta. Ditët e ftohta kanë hyrë. Tashmë kanë bërë tak kanë trokitur. Çfarë na duhet? Na duhet 2 luggjelle miell mistri. Na duhet 200 ml pana, përderisa unë them 2 luggjelle mistri, 200 ml pana. Po 1 gotë ujë, piper të kuq dhe në fund fare mua më duhet suxhuku. Suxhukun them në fund fare, po është në fillim fare suxhuku, sepse do ta kalojmë në do ta kalojmë në furr, po. Do ta kalojmë në furr. Okej. Dhe si që pat, unë vërtet i përmbajem ëmbëlsirës. Po, produkteve të fiksit ja. Janë me të vërtet produkte shumë të shijshme. Do të largojmë shumë cilësore. Lëkurën. Dhe do ta, po, le largojmë. Do largojmë lëkurën. Që të jetë gati për ta konsumuar, pasi do ta pjekim pak në furr. Patjetër që do të na japi lëngjet që do thot yndyra që do të lëshoj, ne na duhet sipër t'ja vendosim te skropi ose qulli. Nuk më mjafton kaq. Ne i bëjmë të treja po ashtu. Po, do goxha. Pra do më thonë ne do të pjekim fillimisht
Po, do ta pjekim. Fix pepperoni, se po e lexoj siç është përshkruar në paketimin e Fixit. Dhe më pas do të ndërtojmë qullin, apo jo? Pra, unë mendjen e kam tani të lëkura, por... Heqim edhe pjesën tjetër. Ja, këto po i lë fare, të tretën, ka pula me gjithë zoq të tretën. E lëm të konsumohet ashtu si që është i ftoht, po se edhe i trajtuar. Po, e mira dhe qëfar është kjo, që Fixi nuk ka nevojë të gjitha produktet i bëjnë në proces termik, si që janë puna e erzave që ka erza pa fund, po është dhe konsumon edhe kështu të ftot. Për antipastat janë të ftota. Pra Fixi na ka nderuar në tryezën e vitit të ri. Po, është e vërtet, dhe në çdo tryezë, në çdo gatim që kemi përgatitur. Po, nga që viti ri ishte tani që kaloi. Viti ri erdhi, i vjetër kaloi. Po. Unë këtu do të shtoj mielin e misrit. Marr një garushte për këtë se është pak jo shumë praktike për çajin. Mielin e pastaj do të shtosh gjalpin pa mielin e misrit. E shtove pa yndyrë. E kuptova, mendova do ta skuqje pak. Sepse suxhuku ka shumë yndyrë. Pra shtove mielin dhe ujin e ftohtë, edhe në recetë kishim ujë të ftohtë. E trazojmë avash avash. Tani unë këtë punë kam, të trazoj. Doja të hidhja këtë çajin? Po. Po më duhet të marr një garutë. Ja ku e ka jap unë këtu direkt. Edhe e përziej mirë, mbas 3-4 minutash ne kuptojmë që mielli fillon të lidhet me ujin, sepse është ujë i ftohtë, por është ena shumë e nxehtë siç e pat. Ndërkohë që gatuan, pi edhe pak çaj. Po të lumshin duart. Sa e mirë është gjinxheri, sidomos... E thekson shumë shijen. Shikoni ki për njëherë filloj, thash 2-3 minuta direkt. është ndryshe nga mielli unë e largoj direkt, e largoj nga nxehtësia, sepse nxehtësia është e madhe dhe unë nuk dua që ta bëj qull fare. Do të shtoj panën. Pana sërish në gjendje të ftohtë. Është gjinxheri ka atë formën e speci djeg sa të shije. Niki, të lutem edhe pak ujë më shto këtu që mos ta rofsh, faleminderit. Ja pra këtu shtoj direkt këtu. Rofsh. Sërish e marr dhe e kaloj pak në nxehtësi. Derisa të krijohet ajo masa. Del si puna e paluzes. Atë ngjyrë kishte. Më pas me suxhukun dhe thjesht do ta servirim, apo jo, dhe këtë pjesën do ta... Patjetër që do ta kalojmë në... Do të piqet paksa, do të sillim edhe recetën e parë të roles së prosciutës, që ta... roles me prosciutë të mbështjellë me fileton e pulës, është receta që kemi gatuar në pjesën tonë të parë që në krye pra, do t'i bëjmë dhe pastaj një përmbledhje të gjitha recetave dhe produkteve që përdorëm sot për realizimin e tyre, të cilat do t'i gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli, po dhe në rrjetet tona sociale si gjithmonë. E trazoj mirë të dyja tani që të mbaj pak pesh dhe të jetë pak më... Pra këtë, unë do ta vendos, Niki, ma largove tavën, pa tjetër që ma ke larguar, pastaj. Sa të filloj që të trashet pak masa. Në momenti që... për të pjekur suxhuku, ja të piqet këtu tani. Shumë mirë. Në momenti që suxhuku piqet, krijon ato yndyrnat që janë në ngjyrë të kuqeremt. Mua atëre më duhet. Do të shtoj spec të kuq pluhur i ëmbël. Po. Derisa avash të krijohet masa që unë dua. Pra, deri në trashje të kësaj mase, ne do ta servirim së bashku. Më duhet të trash fare, më duhet pak me trash nga kjo çfarë është, sepse kaq është e hollë. Okej. Sa të lidhet mielli mirë me masën e ujit që unë shtova tani. Po. Patjetër që presim involtinit që janë në furrë. Unë them që t'i sjell, sepse kanë... Nëse involtinin ne e shikojmë që akoma nuk ka marrë ngjyrë, atëherë çfarë bëjmë? Bëjmë një spërkatje me vaj. Ka marrë ngjyrë involtini, Niki? Ja ta shohim pak.
Po, disi e kanë marrë dhe mund t'i hedhim pak vaj. Po, atëherë shtojmë pak vaj. Janë të gjitha të mbushura. Ja, shtojmë pak vaj. Unë kam vajin e konadit, se vetëm atë vaj punoj. Pra, involtinit të cilat kanë brenda proshutën edhe kanë proshutën, salatin e shile, sikurse dhe djatin parmigiano. Do t'i tregojmë pak produktet se si i gatuam në këto dhe i vendosëm për t'u pjekur në furrë, kanë lëshuar dhe këto lëngjet. Dhe kur të prihen me thikë dhe të konsumohen, do të kemë patjetër një shije fantastike. Po i presim të ftohen pak, sikurse dhe masa mua këtu më zhbër. Është bërë gati masa. Kjo është masa e duhur. Unë e largoj këtë këtu nga nxehtësia dhe pa aty kripën, piperin e kuq, të gjitha i ka. Ndërkohë edhe suxhuku piqet. Kalojmë pak te receta e parë, sepse duhet të rikujtoj edhe një herë zonjave tona anvisave për sa i takon si vepruam dhe çfarë produkte shpërdorëm për këtë recetë të parë të shpejtë dhe që është shumë e shijshme, ka vlera proteinike brenda, edhe mbi të gjitha bëhet fjalë për produkte shumë cilësore, të cilat sillen nga dyqanet tona Konad, edhe partnerin tonë në emisionin Reze Dielli. Shohim pra recetën në ekran, recetën e parë, Regjia na ndihmon, ju lutem. Involtinit. Fileto pule, pra, role e mbushur, 4-5 feta fileto pule, 100 gram prosciutto, 5-6 gjethe lakre, djath parmigiano, vaj ulliri, krip, piper i zi, piper i kuq. Siç e shihni, ju kemi sjell një recet shumë të shpejt dhe shumë të thjesht. Pra, brenda tek filetoja, mbi fileton e pulës, pasi kemi marinuar, shtruam një prosciutto, shtruam një gjethe lakre jeshile, si të doni, unë zgjodhëm sallatën jeshile, po gjethe jeshile ka çdo familje. Gjethe jeshile, lakre kachurele, iceberg, bërse? Nëse dhe më të thjeshtë. Nëse dhe më të thjeshtë në atë që ne e gjejmë më kollaj. Lakra kachurele ose Brukselit janë më kërce dhe më të freskëta, dhe më bëna të zhumën ka të kërç-kërçen. Ajo është që jep një shije të veçantë involtinit. Po. Ose role, si që themi, role e vogël, role e madhe, kjo është që ndahet një involtini. Kjo është masa. Kalojmë tek qullit e receta e tretë. E qullit, kjo është masa e qullit, pra kaq më duhet. Nuk duket shumë e trashë. Jo, nuk më duhet e trash fare. Si një supë kremoze. Shpeshherë, kjo është një recetë e edukagjinit, sepse janë receta që duan klima të ftohta. Pra, në nxehtësi ti nuk mund të përdorësh dot suxhukun. Prandaj dhe janë tamam për këtë kohë, fiks për ditët e sotme, nesër që janë të ftohta, vërtet që dimri ka hyrë. E ndjen që është dimri në këmbë. E ndjen që prej virozave dhe gripit që qarkullon. Unë e kam ndjerë. Shife pak, morën një ngjyrë edhe atëre, këtë masu, si që kam e ulin poshtë, të masë si që kam, do të ashtoj këtu. Dhe sërish do të vendosim në furrë. Për të marrë dhe një tjetër cip nga sipër, kremi me mielin e misrit edhe me panën, do të marrë një shtres. Një ajkosje. Ja e shojmë edhe një herë në ekran për herë të fundit, se si është kjo recetë, çfarë produkte shpërmban. Pra shikon edhe ngjyra. Dhe sa shumë ne frymëzohemi nga produktet dhe shporta e Fix, kompanisë Fix për të realizuar receta të shijshme. Pra qull, një recetë e shpejtë me miell misri, me suxhuk, me ujë të ftohtë, me pana, krip, piper i zi dhe piper i kuq. Kjo është receta e kësaj radhe nga kompania Fix. Çfarë ti vendosësh tani dhe pak koper për të ndryshuar pak ngjyrën. E kemi përfunduar. Receta tjetër e lakrës, bëjmë dhe një përsëritje, kemi në furrë për t'u pjekur dhe do të shkëputemi nga hapësira negatimi për të takuar në tryezën tonë të bisedës. Kalojmë dhe njëre lexojmë, kemi në furrë dhe nuk kemi mundësi ta sjellim, apo dëshirojmë që ta kemi në tryezë? Të duash ti Albana. Jo, unë dëshiroj ta kem në tryezë, por ndërkohë që unë e lexoj, ama nëse kam neps, nuk kam çat bioniki. Mirë që unë kem oreksin, edhe pse me grip. Unë nuk thash që më ka ikur oreksi. Me perime në furrë. 300 gram lakër e bardh, 3 luggjelle vaj ulliri, 1 qep, 2 patate, 1 karot, 3 speca jeshil, 1 spec i kuq, 1 lugë kafeje piper djegës, 3 vezë, 1 gotë qumësht, 1 gotë kos,
3 lugë gjelle me miell, 1 lugë çaj pluhur pjekës, 150 gram djathra mix, ne shtuam 1 djathë të butë, dhe majdanos, koper, krip, piper i zi. Kjo është receta me produktet. Ne i kemi përfunduar të lumshin duart. Faleminderit. E pive çajin si të duk? Mund ta pish deri në fund. Po të lumshin duart, s'më la. Të shkuara. Pra, ku me provu. Këto zgjedhim ne për ta sugjeruar tek dreka e sotme, sigurisht që të tre mund të qëndrojnë dhe të jenë shumë mirë në kryes. Nga do festojmë sot? Unë sot festojmë me familjarët, me nënën time dhe me vajzën time. Shumë bukur. Nga nëna që më ka dhënë jetë dhe nga bia që i kam dhënë jetë. Që i ke dhënë jetë. Edhe nga shikuesit që të duartokitën sot për paraqitjen tonë dhe televizive me recetat e tua. Ju ftojmë që t'i ndiqni të gjitha në kanalin tonë në YouTube, si kundur mund të keni klikuar. Ti e ke ndjekur besoj çiftin e Korçës, 80 vjeçarët. Patjetër që e kam ndjekur. Që kishin një energji të pashtershme. Dhe shumë vital. Dhe shumë vital. Kishin mosh. Për të marrë shembull, për të marrë shembull. Vërtet një burim frymëzimi dhe faleminderit shumë për gjitha mesazhet që keni dërguar në emër të çiftit Mitrushi. Unë ja kam përcjell të dyve dhe janë shumë të lumtur që kanë marrë kaq shumë dashuri nga të gjithë ju. Çifti Mitrushi ju përshëndes, Sonja dhe Lefter. Ju përshëndes edhe sërish takime së bashku sepse komunikojmë her pas here dhe realisht ka marrë shumë mesazhe për energjinë e tyre. Po mirë, pse mos gatuan një ditë me çiftin? Po do ta mendojmë edhe atë një ditë. E pamundur se janë larg dhe e pamundur për t'i sjell deri këtu, megjithatë pse jo shkojmë gatuajmë aty në shtëpinë e tyre. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen tuaj. Ne çfarë do të bëjmë tani? Ne do të shijojmë tortën e mrekullueshme edhe pse të vjen keq ta presësh e ta ndash këtë tortë nga pasticëri pastel për Albanën, por që sigurisht edhe ne do të shijojmë dhe vjen një aromë shumë e mirë nga vanilja që kam përdorur. E dinim që e kishe qef vaniljen, kështu që përdorim dhe ato në tortën tonë. Faleminderit dhe njerë për këtë kompozim kaq të bukur, sigurisht edhe Spiki Rosis për lulet të mrekullueshme. Për dashurin që më keni dhënë sot, vërtet ju dua dhe dashuria nuk ka kufi. Si nuk ka dhe shia kufi dhe dashuria nuk ka kufi. Edhe 100 Albana, edhe 100 faleminderit. Mirupafshim, shihemi pas pak me rezen tonë në tryezën e bisedës. Mirë se erdhët sërish në Reze Diellim, do të flasim për virozat, për gripin e fëmijëve, duke qenë se këto ditë janari, këti fillim viti janë shtuar shumë shqetësimet, simptoma dhe shqetësimet mbi gjitha të prindërve çfarë po ndodh me fëmijët e tyre. Do të marrim disa këshilla nga mjekja pediatre, zënja Zerina Sheme. Mirë se erdhët, kënaqësi që ju kam këtu në studio. Mirë se u gjej. Për të qetësuar disa nëna që kanë fëmijët sëmur me këto simptoma cilat po i vështirësojnë goxha fëmijët, traktin respirator, kolla, temperatura e lartë, këto janë simptomat më të zakonshme të cilat hasen tek fëmijët e grup moshave të ndryshme. Jemi në një situatë normale sipas mendimit tuaj? Në këto situatë janë bashkuar 2 lloj infeksionesh. Katare të stinës, ose gripi stinor që quhet rëndom, që shkaktohet nga hemofilus, kryesisht ka dhe viruset të tjerë të zakonshëm, por dhe gripi virusal. Virusi i gripit, që është i tipit A, qarkullon edhe në Shqipëri, qarkullon në gjithë botën, është një grip që qarkullon epidemik. Shfaqet njëherë në 2-3 vjetë në formë epidemish në të gjithë botën. Kjo duhet vlerësuar, sepse ka një kuadër klinik më të ashpër se sa virozat e stinës. Shoqërohet me një temperaturë të lartë, deri në 40, me ethe, tek fëmijët më të rritur me dhimbje kockash, dhimbje koke, dhimbje fyti dhe një kollë të lehtë. Pra këto janë ato simptomat që dallojnë këtë lloj gripi, gripin A, ndryshe nga një viroz e stinës. E cila mund të ketë simptoma më të zbutura, cilat mund të jenë krahasimet? Do të shtoja këtu rrjedhjen e hundëve, rrjedhje të hundëve dhe lotim të syve. Po. Ndërsa një katar i stinës ka një bllokim të hundëve, një kollë të thatë, të lehtë dhe një temperaturë që dominohet shpejt. Do me thënë, kjo është ndryshimi tek graviteti i smundjes, gjendja e përgjithshme e fëmijës në një katar stinor, ose në gripin ftohjen e zakonshme, rufën e zakonshme. Për shkak të temperaturave që kanë ndryshuar, temperaturave të ulta. Të stinës së ftohtë dhe lagështirës,
në këtë rast, pra, gjendja e përgjithshme e fëmijës është e mirë. Qartë. Pra, ne bëm dallimin midis simptomave të një gripi dhe të një viroze. Ku thamë që gripi dhe një viroze të stinës. Dhe një viroze të stinës që është normale për këtë sezon, e cila vjen me simptoma më të zbutura, ndërsa gripi ka simptoma më të ashpra, siç është temperatura e lartë, kohë zgjatja e saj, pra deri në 5 ditë, më thatë. 5 ditë është temperaturë e lartë e shoqëruar me ethe. Me dhimbje koke, dhimbje muskujsh. Pra nëse prindrit dallojnë këto simptoma tek fëmijët e tyre, cila është këshilla juaj, çfarë duhet të bëjnë menjëherë? Sepse ne drejtohemi tek mjeku, me thënë drejtojnë që ditën e parë, kur kemi simptomat e temperaturës lartë. Në të dyja rastet është të vëzhgosh gjendjen e përgjithshme të fëmijës. Nëse ka të vjella, nëse ka vështirësi në frymëmarrje, duhet dërguar në urgjencë. Ndërsa, nëse është thjesht temperatura, doja të theksoja që dhe temperatura e virusit të tipit A nuk është urgjencë mjekësore. Ajo menaxhohet shumë mirë në kushte shtëpie me qetësues të temperaturës, që janë kryesisht paracetamol dhe ibuprofen. Që duhen kombinuar me njëra tjetrën. Duhen kombinuar çdo 6-8 orë. Ka dhe mënyra të tjera pastaj për të ulur temperaturën, por kryesisht këto janë. Mënyrat e tjera në kushtet e shtëpisë, doktoresh? Në kushtet të shtëpisë, po. Për shembull, me mënyrat popullore, një banjo, banja është e fundit. Fillimisht shoqërohet me dhënje të lëngjeve nga goja. Një fëmijë që ka virus të tipit A, ka temperaturë të lartë dhe avullon, ka nevojë që të rehidrohet, të marrë lëngje, qoftë edhe 6 muaj, 1 vit, për fëmijët. Desha të shtoj këtu që fëmijët që ushqehen me gji janë të mbrojtur nga virusi tipit A. Kryesisht janë të mbrojtur sepse me qenë se ky virus kalon edhe në Shqipëri njëherë në 2-3 vjetë, nënat e kanë kaluar dhe antikorpet ja transmetojnë fëmijës. Është më mbrojtur, pra. Nuk përjashtohet mundësia që të preken, sepse është ngjitës si gripi, virusi i gripit pëson mutacione, gjithsesi e kalojnë më lehtë, sepse janë të mbrojtur nga qumshti i gjirit. Për fëmijët mbi 1 vjeç, rekomandohet dhënia e trisolit, që është i pari. Gjithashtu dhe ushqimi duhet jetë i lehtë. Shpesh nënat thonë që i dash, nuk ha, është normale edhe të rriturit, kur janë sëmur, nuk kanë. Do ta marri peshën 1 javë më vonë, kjo është më se zakonshme. Se themi gjithmonë në gjuhën tonë të përditshme që një viroz të kaloj direkt rrëzon peshën. Është shenja e parë, mungesë oreksi. Por duke dashur t'i japin me zor fëmijës, supën me mish, apo qumshtin, ushqimet proteinike, këto dyja që përmenda më lartë, kanë tendencë të rrisin temperaturën, shërbejnë, janë substanca pirogjene, nxisin temperaturën dhe do provokojnë të vjella. Fëmija nuk e pranon këtë lloj ushqimi. Ndonjëherë nënat duke dashur ta ushqejnë me zor fëmijën, i shkaktojnë të vjella. Qartë, pra të shmangim të mishin edhe të mendojmë, sepse nënat për mirë mendojnë që t'jap mishi të fuqizohet, marrë proteina dhe të kete energjisë dhe shikëputur për shkak të gjendjes, por ndoshta gabojmë. Bëjmë të flasim për një dietë me lëngje, supën me perime, çajin, lëngun e portokallit. Jetojmë në një zonë mesdhetare ku portokallat tani janë me shumicë dhe ka shumë vlera për të rritur imunitetin edhe në rastet të... Se lam tek temperatura, që thamë banja është e fundit, pra të fillojmë me dhënien e lëngjeve, duke qenë se trupi pëson dehidratim për shkak të një temperature të lartë dhe fëmija ka nevojë për lëngje. Mënyrë tjetër për ta ndihmuar në uljen e temperaturës, përveç ilaçeve parastamol, kompresa. Kompresa me ujë në temperaturën e ambientit, që vendosen kryesisht në duar, në këmbë dhe rreth kofshëve tek fëmijët e vegjël. Po, kompresat me uthull janë efektive? Me uthull
nuk këshillohen në moshat pediatrike, sepse krijon acidoz. Vetë temperatura e lartë dhe shpeshtimi i frymarrjes ka shkaktuar një acidoz respiratore dhe kjo e thellon gjendjen. Pra nuk rekomandohen vënia e uthullës ose dhe rakhi. As në përzierje me ujë, për shembull gjysmë uthull, gjysmë ujë? Uthulla është acide dhe i rëndon frymarrjen fëmijës, krijon acidozë. Efektin e bën shumë mirë uji i ndenjur, uji në temperaturë ambiente. Që vendoset në zona ku ka dhe presion më të madh të qarkullimit të gjakut. Pra këto janë mënyra tjera pra se të kalojmë. Në cilën temperaturë fillojmë të japim paracetamolin apo ibuprofenin? Se njoh shumë prindër që në temperaturën 37,5 apo 38 japim direkt uljen. Që në 37,5 duhet monitoruar, duhet vëzhguar situata e fëmijës, në qoftë se ka ethe, fëmija është i agituar dhe ka tendencë për të rritur temperatura, atëherë ja japim paracetamolin, suposte është më mirë, sepse vepron më shpejt. Se shikojmë që temperatura është në rritje dhe duhet 20 minuta që të veproj. Po normalisht me temperaturë 38 duhet të përdorim qetësuesit e temperaturës. Pra dhe për të gjitha moshat e fëmijëve, sepse thasim kur janë fëmijë pak më të rritur, themi që të veproj dhe pak vetë temperatura ka prindër që guxojnë ta bëjnë këtë gjë, të veproj më mirë në organizëm, pra të luftoj vetë trupi përmes temperaturës dhe fillojnë dhe japim ulësin e temperaturës 38,5, pse jo dhe 39, ka raste besoj. Edhe ajo është e pranueshme, po varet nga imuniteti i fëmijës. Nëse e dim që është fëmijë delikat, sëmuret shpesh, ka tendencë për të bërë konvulsione, mund t'ja japim edhe nën 38, sepse e mbrojmë paraprakisht, ose një fëmijë me smundje kronike, me imunitet të dobët, mund të ndihmojmë me qetësuesit e temperaturës. Aspirina është e ndaluar. Nuk rekomandohet të jepet në këtë rast, absolutisht tek fëmijët. Në moshën 18 vjeç. Qartë, pra jo aspirin. Kur aspirina përdoret në virusin e gripit të tipit A, jep komplikacione, kështu që... Po vetë ky grip, jep komplikacione, doktoresha? Po. Cilat janë komplikacione që shfaq gripi tipit A? Pjesa më e madhe e fëmijëve e kalojnë për 5 ditë deri në 1 javë. Në kushtet e shtëpisë, duke u trajtuar me ulësin e temperaturave, po jepen dhe le themi një recet medikamentesh, antibiotik për shembull. Jepen, mjekimi është simptomatik, sipas gjendjes. Nëse ka koll të thatë, ka shirupe në farmaci që janë për kollën e thatë. Nëse ka rrjedhje të hundëve, leti rrjedhin është një refleks mbrojtës që thjesht do t'ja fshin, nuk është se duhet pa tjetër t'i hedhim ujë fiziologjik në hund. Ndërsa, kur i ka të blokuara që fëmija nuk ushqehet dot, ose këto sekrecione i rrjedhin nga pas, atëherë përdoren spraj me ujë fiziologjik ose dhe hipertonik në hund. Këto në lidhje me simptomat. Në lidhje me trajtimi dhe komplikacionet më pas që jep gripi, këtë dua të prekim tani sepse shumë raste janë të tilla, pra gripi ka shkaktuar dhe komplikacione të tjera tek fëmijët. Mundet që paralelisht t'i gjejmë të dyja rastet, edhe një grip stinor, edhe virusin e gripit tek i njëjti person. Kështu që... Këtë koktelin që po e lexojmë diku, është një koktejl simptomash, viroz dhe grip të bashkuara me njëra tjetrën? Po, kështu që duhet kemi kujdes në drejtim të mjedisit. Dhoma, ku qëndron fëmija, duhet ajrosur. Disa herë në ditë, kur i shërben fëmijës, nëna ose kujdestarja të vëri maskën, sepse mbi vendosen. Këtu fillojnë komplikacionet. Pra kur kemi të mbi vendosur. Mbi vendosje të infekcioneve sekondare. Si është transmetueshmëria, pra si ngjitet gripi? Virusi i gripit A ka një virulencë shumë të lartë. Transmetohet me anë të spërklave,
ka të periudën e inkubacionit 3 deri në 7 ditë, si dhe viruset e tjera, por ashpërsia e shenjave është më e lartë se sa një katar stinar, një grip stinar. Doktoresha, shumë prindër për shumë arsye zgjedhin që pavarësisht se fëmia ka temperaturë, sërish ta dërgojnë në kopësht apo në çerdhe. Çfarë këshilloni? Nuk rekomandohet të shkoj në kopësht, sepse është ngjitës dhe e përhap këtë virus në jetën kolektive. Duhet mbajtur në kushte shtëpie të paktën një javë. Pra, 5 ditë që është zgjatja e gripit dhe 2 ditë për të rikuperuar veten. Pas këtyre 2 ditëve nuk kemi virus në trup, nuk kemi ngjitje, nuk e ngjisim tek të tjerë, nuk e transmetojmë. Po. Kur e ka atë transmetimin më të madh ky grip? Në fazën e fshehtë, në fazën e inkubacionit. Pa filluar ende të shpërthejë temperatura, atëherë mund të ngjitet tek të tjerë. Pa filluar temperatura. Edhe 2-3 ditët e para, 3 ditët e para. Po kryesisht në atë fazën e fshehtë, ku fëmia ndjehet më apatik, nuk ka dëshirë të luaj, është i përgjumur, ose dhe nuk e merr mirë ushqimin. Ka dhe shenja të veçanta, me të vjella, me diare. Ja, edhe këto pjesë të gripit, do më thënë simptoma të gripit tipit A? Janë tek moshat fëminore, sekrecionet që gëlltiten tek fëmijët e vegjël, shkaktojnë një çrregullim në zor, duke shkaktuar një diare që është e pa dominuar me probiotik apo me qetësues të zakonshëm. Në cilat raste mjeku do të këshillonte përdorimin e antibiotikut për fëmijët që janë të prekur nga gripi A? Zakonisht e përcakton mjeku mbasi e ka dëgjuar me stetoskop. Paraprakisht doja thosha për komplikacione. Komplikacioni më i shpesht është pneumonia. Ka pneumoni atipike, që shkaktohet nga virusi i gripit A, dhe ky nuk është se ka nevojë për antibiotik, nuk bën efekt në këtë rast. Ka dhe bronkopneumoni sekondare që zhvillohet nga mikrobet e zakonshme, pneumokok, stafilokok, tek moshat fëminore, të cilat dëgjohen rale. Këtë e përcakton mjeku pasi e ka vizituar me stetoskop. Në qoftë se ka ato rale sibilante, do të thotë që është një ftoje mikrobike dhe kryesisht, kjo është diçka që i përket mjekut, po nënat shpesh bëhen manjake, duan ta dinë, pse nuk mi dha antibiotik. Dhe shkojnë e marrin vetë farmaci, ndodh shpesher kjo të nënat. Të gjithë mjekët e din, kur ralet janë në baza, ato janë mikrobike, kur nuk dëgjohen me stetoskop, po del vetëm në një radiografi, në një ekzaminim të zakonshëm, rentgenologjik, atëherë duhet presim për t'i përdorur antibiotikun. Pra, gjithmonë e gjykon mjeku i patronazhit nëse duhet të filloj antibiotik apo jo. Pra, vetë gripi i tipit A nuk është se trajtohet sipas simptomave që tham, temperaturë e lartë, koll, dhimbje kockash, me antibiotik. Thjesht do të trajtojmë këto simptoma me ulsin e temperaturës, me lëngjet, me vitaminat që do të marrin fëmijët. Pra, nëse pastaj komplikacionet për shkak të gripit janë të tilla, që kalojmë në pneumoni, atëherë mjeku rekomandon përdorimin e antibiotikut sipas dozave dhe ditëve përkatëse. Kjo është për ta qetësuar publikun dhe nënat që na ndjekin, duke qenë se shpeshherë drejtohen dhe vetë në farmaci, ka gryke të mbledhura, apo bëhemi si doktor të vetes për shkak të frikës që kemi. Ka një kuadër klinik që zgjat, siç e tham, 5 deri në 7 ditë. Kështu që nuk mund të fillojmë ose shqetësoheni që në ditën e 2 të 3 nga temperatura. Temperatura do bëj ciklin e vetë. Nëna thjesht do të ndihmoj dhe do presi. Do të ndihmoj me duke përdorur avuj dafine në dhomë, në kushte shtëpie, ose aparatin e aerozolit me ujë fiziologjik. Kjo ja qetëson disi atë ashpërsinë e shenjave të rrugëve të frymarrjes.
Pastaj, në bas të simptomës, sepse kolla është ajo që ka tronditur, sepse kalojmë direkt mos është ftohur, mos e kalon gripi me ftohje, si të dallojnë nënat që kolla nuk është ftohje, ka ndonjë dallim tek ngjyra e kollës, tek ngjyra, tek dëgjimit që bëjmë ne, tek mënyra se si kollitet fëmia? Po, mënyra si kollitet fëmia përcakton edhe ku është prekur afërsisht. Një koll e thatë, lehse, është kolla e laringut. Dhe inflamacioni është aty, kështu që qetësohet vetëm me aerozol. Doja të theksoja për aerozolin, nuk jepet gjatë gjithë kohës, vazhdimisht, sa herë që ka koll fëmia, por atëherë kur është më bezdisshme, ose të paktën në darkë, me qëllim që fëmia të flori i qetë, ose dhe gjatë ditës 3 minuta, deri në 5 minuta, mund të përdori aerozolin me fiziologjik. Vetëm me fiziologjik, jo me ilaçin jo me klenil. Efektet e klenilit e rekomandon mjeku pasi e ka dëgjuar me stetoskop. Sepse sigurisht është kortizonik, ndikon dhe ka efekte ansore tek fëmijët, nëse e përdorim her pas here pa vend, pa rekomandimin e mjekut apo jo. Ka kombinim edhe me salbutamol dhe ai shkakton një djersitje, një shtim të rrajeve të zemrës, një shtim të temperaturës, do me thënë futet organizmi në një rreth vicioz. Edhe këto, nëse përdoren pa kriter, i bëjmë dëm fëmijës. Qartë, pra, jo aerosolin vend e pa vend me klenil, por edhe me fiziologjik vetëm në rastet kur kolla e fëmijës është e bezdisur dhe e shqetëson atë për të fjetur, për të ushqyer apo për të luajtur. Po, normalisht 3 herë në ditë, nga 3 deri në 5 minuta mbahet aparati aerozolit, ndërsa uji fiziologjik në hund hidhet shumë shpesh, nuk bën asnjë dëm. Gjithmonë për të pastruar rrugët e frymarrjes, për të ndihmuar, se në një farë mënyre fëmijët këtë kanë si problem. Janë të bezdisshëm për t'ja u thithur me pompat përkatëse, por kjo është mënyra më e mirë për të mos e agravuar, për të qetësuar atë dhe për të marrë frymë lirishëm, aq më tepër për fëmijët e vegjël që ushqehen me qumësht. Tjetër kolla me stridor. Stridor është zhurma në frymarrje, sikur gërhet. Kjo ndodh sidomos natën kur bie temperatura e ambientit. Kolla me stridor dhe fishkëllimat, i fishkëllen kraror. Ku ne ndjen fëmijën edhe kur merr frym pa u kollitur, që ka një zhurmë në kraror. Këto janë 2 shenja që për mendimin tim bëjnë urgjencë mjekësore. Tregon që janë prekur bronket e vogla, bronkioliti është komplikacioni më i shpesht i virusit të gripit. Ai mund të jetë shkaktuar nga virusi respirator sincicial, por edhe virusi i gripit mund ta agravoj më shumë situatën. Do patjetër antibiotik trajtimi i? Jo, sepse janë për shkaqe virusale. Virusale, pra çdo virus është vetëm simptomatik. Qetësohen shenjat. Por duhet të kenë parasysh nënat, në qoftë se dëgjojnë atë papritur, fëmia është i agituar, temperatura mund mos jetë shumë e lartë, por në qoftë se ka stridor, frymarrje me zhurmë dhe fishkëllima, i fishkëllen krarori, ose lëviz flegrat e hundës kur merr frymë, fillon dhe i nxihen thonjt, llapat e veshve dhe maja e hundës, do të thotë se ka rënë niveli i oksigjenit dhe kjo është një urgjencë mjekësore. Nuk duhet pritur deri në mëngjes, por duhet ta çojë fëmijën tek mjeku i urgjencës. Ja kuptova. Ose edhe tek një mjek i patronazhit. Qartë, për t'i ardhur në ndihmë në mënyrë që të mos agravohet më tej këto simptoma dhe sëmundja. Temperatura e lartë nuk është urgjencë. Nënat alarmohen kur i shkon temperatura shumë e lartë. 39,5, alarmohemi, direkt pastaj të marrim antibiotikun, për që e kam dëgjuar shumë nga mjekët që antibiotiku për raste të tilla virusesh jo i rekomandueshëm, pra nuk është rekomandueshëm. Të trajtojmë vetëm simptomat dhe antibiotiku të jetë vetëm për shkak të komplikacioneve që mund të kemi, apo jo, doktoresha. Faleminderit shumë për të gjitha këshillat që u dhat sot.
Ju uroj ditë të mbar, edhe gjithmonë shpresojmë që të kemi ndihmuar sa më shumë nëna të reja, sidomos. Faleminderit. Faleminderit juve. Ka publicitet, do të rikthehemi sërish në studion tonë për të mësuar tani edhe diçka për të rriturit, por edhe për fëmijët, si ta forcojmë imunitetin tonë vetëm përmes dietës ushqimore. Në këto raste sigurisht që na hyn në pur patjetër këshillat nga nutricionistët. Takojmë pas pak. Tani, nëse për shkak të gripit apo për shkak të ndonjë bakteri jeni duke përdorur një antibiotik për të luftuar dhe të sulmuar bakteri, sigurisht është e rëndësishme për të kuptuar që ky përdorim i antibiotikut ka patjetër efekte anësore në organizmin tonë, sepse përposh lufton bakterin, shkakton dhe efekte të tilla. Cilat janë efektet dhe si mund t'i zbusim efektet e përdorimit të antibiotikut përmes ushqimeve? Me doktoresh Matina Çobo jam tani. Mirë se erdhët doktoresh Matina, doktoresh mjekë okuliste dhe gjithashtu dhe nutricioniste për ne, për ditën që të kemi thirrur. Kënaqësi që të kam këtu. Faleminderit, kënaqësi për mua. Besoj se në këtë periudhë përdorimi i antibiotikut është në masë për shkak të komplikacioneve që mund t'japi gripi për cilën folëm pak më herët, por edhe për arsye të ndryshme. Të flasim fillimisht çfarë efekte shancore na jep antibiotiku, përveç se lufton atë bakterin që e kemi marrë, por ka edhe këto problemet e tjera në organizëm. Antibiotikët janë shumë të mirë sepse dihet që në momente virozash, pra që shkaktohen nga viruset, bakteret gjejnë terren për të riprodhuar dhe shkaktojnë dhe bakterioza. Pra kemi dhe mbivendosje bakteriale dhe antibiotiku sigurisht është për këtë arsye, pra për t'i luftuar. Por ka edhe disa efekte anësore në trup, të cilat kryesisht ndikojnë tek flora bakteriale e gjithë trupit. Pra bakteret ndikojnë në vrasjen e këtyre baktereve të mira që jetojnë në trupin tonë. Jo vetëm ato intestinale, por edhe në gojë, edhe në organet gjinitale. Pra, pas përdorimit të antibiotikëve, ajo çfarë ne shohim mund të jenë parazitozat, mund të jenë shpërthimi i mykut, si pasojë e prishjes së balancës bakteriale, pra të florës bakteriale. Dhe në këto kushte është shumë e rëndësishme të flasim për një dietë të shtuar, pra një menu të ndryshojmë menun gjatë kohës që përdorim antibiotik në mënyrë që ti luftojmë efektet anësore të antibiotikut. Si mund ta rregullojmë organizmin dhe këto efekte? Shpesh ne flasim vetëm për efektet anësore që ka antibiotiku, pra në parim flasim që si ta rimëkëmbim florën bakteriale, por harrojmë dhe një pjesë tjetër shumë të rëndësishme që si duhet ushqim gjatë kohës që ne përdorim një antibiotik. Pra, ato 7 ose 10 ditë që ne jemi në përdorim të një medikamenti shumë të fortë, sepse janë, ndër medikamentet më të forta, mund të ndikojë ushqyerja jonë, jo vetëm në efektivitetin e këtij medikamenti, por nga ana tjetër, vetë medikamenti ndikon në përthithjen e vlerave ushqyese. Pra, janë disa grupe ushqimore të cilat duhet kemi shumë kujdes kur ne jemi në një trajtim antibiotik, siç është të gjitha ushqimet që kanë kalcium. Për shembull, qumshi, djathi, drithërat nga ana tjetër që janë të fortifikuara. Njihet që kalciumi duke u bashkuar me antibiotikun nuk përthithet më në trup. Pra, nëse ne kemi ngrënë, po themi, mëngjesin ton, një kup me drithëra me qumësh dhe pim antibiotikun fill pas tij, për fat keq kalciumin ne nuk do ta thithim. Pra, mund të marrim vetëm karbohidratet nga ky vakt, por jo mineralet, sepse antibiotiku vepron, po themi, në të njëjtët receptor në qeliza të caktuara, ashtu siç janë edhe mineralet. Pra, ndërveprojnë me njëra tjetrën. Siç është kalciumi, është edhe magneziumi. Pra, në të njëjtën formë, nëse ne konsumojmë vaktin shumë pranë antibiotiku, dihet që magneziumi po prap mund të mos përthithet 100%. Ka ushqime të tjera, ose pije të tjera, po themi më saktësisht, që mund të shkaktojnë shumë efekte anësore. Për shembull, kafeina. Nëse ne pim kafen afër antibiotikut, efekti i kafeinës mund të rritet deri në 10 herë në trup, sepse ndikon në mos eliminimin e kafeinës vetë antibiotiku. Pra, ju mund të keni takikardi që nuk duhet i përdorim? Nuk duhet i përdorim gjatë antibiotikut, jo gjatë kohës, por duhet të distancojmë. Rekomandimet janë që antibiotiku të merret pas ushqyerjes, në mënyrë që të mos vrasë shumë mukozën të stomakut, por ne duhet kujdesemi për ushqyerjen. Pra duhet keni kujdes që mos kemi ushqime me kalcium pranë, me magnezium, përpiquni për kafeinën sepse do rritet shumë jetëgjatësia e kafeinës në gjak dhe njësoj për alkoolin. Në qoftë se ju do të konsumoni një gotë alkool, një gotë verë po themi, mund të kemi efekte toksike në trup. Jo vetëm mos veprimi i antibiotikut, por edhe efekt toksik në trupin tonë.
Rekomandimi është të paktën për këto ushqime që kanë këto përbërje, ne antibiotikun ta marrim ose 2 orë më përpara, ose 6 orë më vonë se ky vakt. Qartë. Pra, që edhe mund t'i përdorim, por të pak mos i nafërt, duhet të ketë kohë efektet e kundërta ose të dëmshme, më tepër se sa antibiotiku shpesher të ushqimeve që janë afër përdorimit të antibiotikut. Si do ta ndihmojmë vete, sepse themi gjithmonë që jam me antibiotik, duhet të ha mirë, sepse më vritet stomaku, mukoza e stomakut nga ky ilaç i fort, por që çfarë duhet të kemi parasysh për të mbajtur antibiotikun, mos na dëmtoj, dhe duhet ta shoqërojmë patjetër me vitaminën C. Po, por prap edhe kjo vlen. Pra edhe ushqimet citrike janë po prap si kalciumi dhe magneziumi që mund të mos përthithen vlerat ushqyese të tyre. Për shembull portokalli, limoni, çokolata në të njëjtën formë. Thjesht duhet të respektojmë këtë distancën. Pra keni kujdes vetëm me orët, mund të konsumoni mëngjesin, 2 orë më vonë mund të pini antibiotikun, po themi. Në këtë formë duhet të kujdeseni, ndërsa regjimi ushqimor sa më i pasur të jetë, aq më mirë. Për shembull, kur themi sa më i pasur, proteinat, po, proteinat patjetër, karbohidratet sa më komplekse, aq më mirë, pra po flasim për legumet, orizin integral patjetër, patatet e bardha, patatet e ëmbla. Në kohën kur ne përdorim antibiotik, sugjerohet që dieta të jetë sa më e thjeshtë në ngjyra. Për të vetmin fakt sepse ndikon tek përthithja e antibiotikut, tek përthithja e vlerave ushqyese ose tek veprimi i antibiotikut. Pra sugjerohet orizi i bardh, patatet, kosi, është një dietë bread quhet, banana, rice, apple është ajo dhe T është pastaj për të gjithë pjesën e hidratimit. Sipas gërmave. Sipas gërmave, bread. Sepse shumë njerëz gjatë kohës që konsumojnë dhe antibiotikun mund të shohin dhe efekte anësore siç është diareja ose mund të kenë nauze, të vjella, që vijnë pikërisht nga ky çakordim i përthithjes së mineraleve në trupin tonë. Ndaj përpiquni që sigurisht dieta juaj të jetë e pasur, por të bazoheni tek ushqimet e thjeshta. Po, përveç se këtyre efekte anësore, kemi frikën që nga antibiotiku mund të kemi shtimin e mykut në organizëm, një shkaktar i mykut është dhe përdorimi i tepruar ose për një kohë të gjatë i antibiotikëve. Çfarë lufton? Domethënë çfarë mbron organizmin të paktën nga myku? Probiotikët do ishin tepër të rekomanduar gjatë kozjatjes antibiotikut dhe pasti. Pra, ose mund të merrni një suplement me probiotik, të paktën për 14 ditë nga fillimi i antibiotikut, pra po themi 7 ditë zgjat kura, edhe 7 ditë të tjera të jetë trupi nën vazhdimin e probiotikëve, ose mund të inkorporoni në regjimin tuaj kosin, kefirin, turshit, kimchi, janë ushqime të cilat kanë sasi shumë të lartë natyrshëm të probiotikëve. Pra, mban sistemin dhe aparatin tretës. Japim, e furnizojmë trupin me bakterie të mira, në mënyrë që edhe ato që vetë antibiotiku mund t'i vrasi, po themi, mund t'i dëmtoj, ne arrim që t'i rikuperojmë. Qartë. Pra, dieta bread, pra jo shumë ngjyra të theksuara, në mënyrë që të ndikojnë mos përthithjen apo jo të vlerave ushqimore të secilit, dhe probiotikët. Këto kishim këshilla për sa takon antibiotikëve, sepse gjykoj që ka shumë njerëz që kanë nevojë për këtë lloj informacioni. Tani të ndalim tak te forcimi i imunitetit, atë për të cilën ti e bën shumë mirë edhe në Instagramin tënd, doktoresh Martina Çoba, sepse është shumë e rëndësishme në këtë periudhë të flasim për forcimin e imunitetit. Kishe 2 shurupe shumë fantastik që i ke përdorur për familjen tënde, për vajzën, kanë rezultuar efektive për imunitetin dhe për mbrojtjen? Shumë, në fakt me shurupin e lëngut të qepës dhe mjaltit, që besoj do ta ndajmë dhe pak me shikuesi. Do ta kemi, patjetër e bëjmë gati regjia. Unë kam përdorur për herë të parë kur kam qenë shtatzan. Kam pasur një bronkit akut edhe nuk përdorja dot antibiotik siç dihet në shtatzani. Lista e medikamenteve që mund të përdorim është e kufizuar dhe jam njohur me këtë shurupin. Kur e kam përdorur, pas 2-3 ditësh unë u shërova, u rikuperova totalisht. Kështu që këtë recet unë ja kam përdorur dhe vajzës time të vogël. Është e indikuar mbi 1 vjeç, duke qenë se ka praninë e mjaltit dhe mjalti më pak se 1 vjeç nuk sugjerohet, por sigurisht receta mund të modifikohet pa praninë e mjaltit për fëmijët që janë më pak se 1 vjeç. Qartë. Pra, si që shikoni... Mund ta lëmë edhe me zë, ju lutem regjia për ta ndjekur, është ashtu siç e ka postuar Martina në Instagram. Maksimalisht 1 javë. Ja tek e keni dhe njëherë video në shumë kërkuar mbi lëngun kundër virozave, ftohjes apo rrufës, për të rritur dhe për fëmijë. Ju nevojiten 2 qep, të cilat i ziejmë në ujë. Pasi ftohet lëngu, ne do të shtojmë lëngun e limonit dhe mjaltin për zjerë, mund ta mbani në frigorifer për maksimalisht 1 javë.
Ja tek e keni dhe Dhe e përdorim pastaj në do më parimisht vazhdimsi. do të zjejmë qepën me dafinën për 10-15 minuta, e lëm lëngun që të ftohet, pastaj shtoj mjaltin, sepse mjalti në të nxehtë mund të humbasi vetit e tij, po. Dhe pastaj mund të shtojmë dhe lëngun e limonit. Ky kombinim është shumë i mirë, është shumë efektiv, është antibakterial, antiviral, antimikrobik në çdo formë dhe ndihmon shumë në uljen e kongestionit nazal. Pra, edhe në rast se ju vuani nga rufa, po themi, ose nga simptomat të zakonshme të gripit, ky shurupi natyrës do ju ndihmojë shumë. Po me siguri edhe pa patur asnjë simptom, duke qenë se të gjithë jemi të trembur, jo gripi, jo kapi, jo simptomat e radhë, i rënja e imunitetit në një ditë të lodhshme, pse jo të mos e përdorim për ta forcuar trupin, organizmin. Kemi edhe një recetë tjetër apo një ide tjetër që Matina na sugjeroi. Le ta ndjekim së bashku dhe ta komentojmë. E kemi komentuar në Reelsin që ke publikuar, por pse jo ta zgjerojmë në studio. Në blender do të hidhni ginger, turmerik të freskët ose pluhur, piper të zi, piper të kuq djegës, kanell, 3-4 thelpin hudhër dhe limon. Për zjerrjen, pasi ke zhbluar 2-3 minuta, do ta ndani lëngun nga pjesa e ngurtë. Lëngun do ta vendosni në ngrirje dhe sa herë që ju dëshironi të prodhoni një çaj, mjafton të merrni një kub akulli dhe ta shkrini në ujin e valuar. Ndërkohë që me pjesën e ngurtë që në ndam nga smoothie që u formua, ju mund të bëni çaj për 2 ditët e ardhshme. Edhe shumë praktike, duke vendosur në këto forma, duke... Po, e bën një herë dhe të zgjat 1 javë, 2 javë, është shumë e mirë. E vetmja që sugjerohet pra vetëm për të rritur, duke qenë se është shumë djegëse, ka shije djegëse prej pranisë së piperit, hudrës. Kjo është një recetë që ne mund ta përdorim vazhdimisht. Pra, jo vetëm për të luftuar simptomat kur ne i kemi aktive, por edhe parandaluese. Dhe është nëse shikoni, pra unë këtë recetë e kam marrë sigurisht nuk është se e kam shpikur, por është për mbledhje e gjithë ushqimeve më të forta dhe antitumorale. Pra mund të përdoret edhe nga pacientët onkologjik, mund të përdoret në situata virale, mund të përdoret në situata inflamacioni, për shembull tani pas festave që jemi keq ushqyer deri diku. Ky çaj do ju ndihmojë shumë edhe për të bërë pak diurez më të theksuar, pra për të eliminuar ujërat që mund të kemi akumuluar këtë ditë. Dhe deri në sa kohë, se ka njerëz që ta zgjasin gjithë dimrin edhe nuk kemi efekte. Absolutisht, absolutisht. Thjesht njerëzit që mund të kenë probleme me stomakun, pra me gastritet e ndryshme, ose njerëzit që kanë probleme me traktin mezorën, me hemoroidet, është pak i ndjeshëm, pra mund ta provoni, por në qoftë se do keni përkesim të simptomave, do sugjeroj që të ishte një frekuentim pak më i rrallë. Pra nëse për një njerëz të shëndetshëm mund të jetë 1 në ditë, për këta individ mund të ishte 1 herë në 3-4 ditë, sepse ka shumë përqendrim të lartë të këtyre erëzave. Ne folëm për forcimin e imunitetit dhe përmes këtyre shurupeve, po dhe cilat ushqime të tjera do të na forcojnë imunitetin këtë periudhë dhe cilat ushqime na erozojnë imunitetin. Pra, çfarë ham pse na erozojnë imunitetin, përveç lodhjes dhe stresit. Për fat të keq, të gjitha ushqimet e procesuara krijojnë inflamacion në trup, sepse trupi natyrshëm nuk arrin dot që t'i tresi ashtu siç duhet. Ushqimet e procesuara përfshihen jo vetëm fast foodet, të gjitha ushqimet për fat keq që ndodhen në raft, pra duke filluar që nga biskotat, ëmbëlsirat e ndryshme, mielli i bardhë që është miell i rafinuar, gjithashtu shkakton inflamacion në trup. Janë ushqime të cilat ne duhet të përpiqemi që ti kemi sa më rrallë në ditën tonë, alkooli, po prap, më përpara mendohej se vera e kuqe është e shëndetshme, sepse sigurisht që ka disa poliole, disa antioksidant, por sot studimet kanë treguar që vlera e tyre nuk është aq e lartë sa që ne e mendonim. Shiko se kjo shkenca e nutricionit tuaj është shumë kontradiktore her pas here. Çfarë thuhet për një gjë, hidhet poshtë herën tjetër. E vërtet, por e mira është që studimet vazhdojnë dhe në botë janë të financuar në grupe shumë të mëdha studimore dhe tregojnë të vërteta. Kështu që dhe alkoolin përpiquni të jetë sa më minimal në ditën tuaj. Për shembull, një gotë verë nuk është e dëmshme? Por jo për ditë. Pra rekomandimet e dietës mesdhetare, se ne jetojmë në mesdhe, janë 2-3 gota në javë. Pra mund të jenë të grumbulluar në një ditë, po themi ose mund të jenë të ndara në ditë të ndryshme të javës. Pra si kundër dhe alkoolet e tjera ndikojnë dhe në rrëzimin e imunitetit. Pak në këtë periudhë kujdesimi ta forcojmë, sepse gjithë bota po flet për forcimin e imunitetit. Po, imuniteti duhet kemi parasysh dhe diçka që jo vetëm ushqyerja ka shumë rëndësi, pa diskutim, por mos harojmë që më shumë se 60% e trupit tonë është ujë, duhet fokusoheni jashtëzakonisht shumë dhe te hidratimi. Edhe për antibiotikët, pra ne duhet të hidratojmë shumë në mënyrë që përveç se ujë të marrim dhe gjithë mineralet që ndodhen në të, dhe të garantojmë që qelizat tona të mos vuajnë për hidratim. Sepse një gjë që
e hasë në praktikën time të përditshme është dehidratimi i njerëzve, për fat keq. Për shkak të punës, harrojmë të pijmë ujë, jemi gjithmonë të angazhuar dhe e lëm veten pazore kur mbaron dita themi sa gota ujë kemi pirë dhe rezulton një shifër shumë e vogël. Duke u nisur nga vetja dhe nga të gjithë që kam komunikuar. Tani për këtë imunitetin e fitojmë gjatë jetës, Matina, apo ka njerëz që dhe lindin me imunitet të fortë? Imuniteti sigurisht është edhe i lindur dhe i fituar, pra natyrshëm. Ndikon shumë që në momentin e parë që fëmia lind, pra forma ose mënyra e lindjes natyrale apo cezariane, kur lind me lindje natyrale fëmia përballet ndaj një numri më të madh bakteresh në rrugët vaginale dhe fillon që aty të krijojë imunitetin. Fëmijët që lidhin me cezariane e kanë pak më të vonuar këtë formim të imunitetit. Nga ana tjetër, fëmijët që ushqehen me gji kanë përqasje bakteriale më të lartë se sa fëmijët që ushqehen me shishe, po themi, por gjithsesi, mënyra e ushqyerit që në vitet e para të jetës, kontakti i vazhdueshëm me kafshë shtëpiake është shumë beneficial në rritjen e imunitetit të fëmijës. Luajtja ose loja në natyrë, loja e fëmijës vazhdimisht ekspozon atë ndaj baktereve të ndryshme. Të gjitha këto janë komponentë të ndryshëm që ndikojnë që në vogëli në imunitetin tonë. Ndërsa nëse duam që të fillojmë që tani, dua të punoj me veten, të filloj të forcoj imunitetin që ta kem, qoftë edhe të fëmijës. Fillojmë dhe mundemi ta forcojmë dhe mund të ndërtojmë një sistem imunitar të përballet me viroza, me gripra, me sëmundje të tjera? Patjetër, por kujdesi primar nis nga mënyra jone të ushqyerit. Pra, nëse ne fokusohemi që dieta jonë të jetë sa më e shëndetshme, për fat keq ne nuk kujdesemi maksimalisht për regjimin tonë. Kujtohemi vetëm kur kemi situata gripale ose jo të mira shëndetësore ose kur arrim në mbipeshë, obezitet. Ne duhet të kujdesemi gjithmonë për regjimin, për hidratimin tonë, duhet të përpiqemi të bëjmë aktivitet fizik ose në rast se nuk mundemi të bëjmë sport, do ishte shumë mirë të plotësojmë ato 10.000 hapa në ditë, inkorporojni fëmijët tuaj në sa më shumë aktivitete, kaloni më shumë kohë në natyrë, pra të gjithë janë faktorë që sigurisht na rrisin imunitetin. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Matina, të uroj punë të mbar edhe në të dyja fushat e tua, dy pasionet që ke edhe nutricion, edhe si mjeke okuliste, edhe si themeluese Fit Health, apo jo që është një nga Fit Foodit, më fal, për të gjithë ata që dëshirojnë të marrin dhe dieta të personalizuara, çfarë kërkohet më shumë tani tek Fit Foodi? Pas festave kemi një boom kërkesash, pa diskutim, sepse njerëzit pa diskutim. Për rrëzimin e peshës, situatat e ndryshme që kanë ndodhur vitet e fundit që nga Covidi, viruset e ndryshme, e kanë kthyer pak më tepër vëmendjen e njerëzve tek mirëushqyerja, po themi. Por tani janari është edhe koha kur ne kujtohemi që vjen shumë shpejt vera, edhe duhet kujdesemi për pamjen tonë. Kështu që kërkesat janë nga më të ndryshmet. Ka dhe pacientë që për fat keq vinë me një problematikë shëndetësore dhe vinë për të mirëushqyer tek ne, por ne përpiqemi që të zgjidhim çdo situatë. E qartë, me Fit Food. Faleminderit shumë edhe një herë, të uroj ditë të bukur. Faleminderit juve. Ne do të shkëputemi me Reze Dielli, do të takohemi nesër, sigurisht me të tjerë të ftuar, me të tjera tema. Vazhdoni të qëndroni në programacionin e Report Televizion. Mirupafshim.